Në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar seanca gjyqësore ndaj Plarë Dervishit dhe Julian Meçajt në kuadër të fazës së pyetjes së dëshmitarëve të thirrur nga SPAK. Të premten u morën në pyetje 3 prej tyre, përfshirë Vullnet Muçën, Vëllain Aleksandar Lahu, si njohur si Rumi Shejakut, i cili ndodhet aktualisht në burg pas arrestimit të një operacioni të fundit të ndjekur nga prokuroria e posaçme. Ai u soll me forcë në gjykatë pasi kishte refuzuar disa herë të paraqitej vullnetarisht. Në dëshminë e tij, Muça deklaroi se nuk ka njohje me personat të përfshirë në atentatin ndaj Arjan Dojt dhe se familja e tij është viktimë e ngjarjes. Rumin e kam vëlla, atëherë plagosën në Durrës. Unë pash lajmin në televizor dhe shkova në spital, që nga ajo ditë ai ka mbetur invalid, tha Muça, duke shtuar se nuk ka asnjë njohje me të dyshuarit, vetëm emrat i ka dëgjuar në media. Dëshmitari tjetër ishte Beqir Boja, ish kryetar i Këshillit të Komunës së Zallher, i cili tregoi se në vitin 2019 kishte ndërmjetësuar me një pajtim mes familjes Raja dhe familjes Maloku. Ai pohoi se nuk kishte qenë në dieni për autorët e vrasjes së Andi Malokut, por se kishte shkuar që drejtësia të zbartë të vërtetën dhe të ndalet hakmarrja. Në sallë dëshmoi edhe Shaban Jao, pronari i hotelit në Durrës, i cili tha se kishte dorëzuar pamjet e kamerave të sigurisë për ngjarjen 2019 ku ndodhi atentati ndaj Dojt. Jao pohoi se kamerat e tij ishin vetëm të brendshme dhe se hoteli ishte shembur më pas. Në seancën e ardhshme, gjykata ka përsëritur thirrjen për disa dëshmitarë të tjerë, përfshirë dhe biznesmenin Luan Mata, babain e Ervin Matës, të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Për mungesën e tij të përsëritur, gjykata urdhëroi shoqërimin e detyrueshëm. Sipas SPAK, dëshmia Matës lidhet me vendosjen e tritolit në hotelin e tij në rrugën e Dibrës në maj të vitit 2020, ku dyshohet se janë përfshirë Ramazan Raja, Plarë Dervishit dhe Julian Meçaj. Prokuroria pretendon se këta të fundit kanë vënë në dispozicion automjetin e përdorur për vendosjen e eksplozivit. Procesi pritet të vazhdojë me dëshmi të tjera që mund të ndihmojnë zbardhjen e një prej dosjeve më të ndërlikuara viteve të fundit.